Prandaj kryetari i komunës nuk e ka pas se ka pas idenë, as se ka pas atë problem që qysh me zhvillu shëndetësinë, sepse ato që e the, komuna Obiliqit është e privilegjuar sepse ka ligjin për Obiliqin, e cila ja mundson në ekonomi apo zhvillim ekonomik, e ka në shëndetësi dhe në arsim. Ka mjete shtesë rreth 6 milion në vit, e cila jo vetë që kish pas mundësi me ndërtu një poliklinik, po ndoshta kish pas mundësi me bë edhe një spital të vogël, me gjithë ato pajisje dhe me gjithë ata profesionistë që të ndihmojnë qytetarët të Obiliqit. Çfarë ka ndodhur me ato 6 milion në vit? Çfarë është ndërtuar me që komuna e Obiliqit tash disa vjet i ka në dispozicion? Ku janë investuar, nëse e keni parë, keni qenë pjesë asambleve? Unë që kum po, si qytetari i Obiliqit e kum po që i ka bë 2 parqe në Obiliq, park i thot, ato janë sheshe, ato janë betonizuar, ka vendos pllaka, ka vendos do përmendore, dhe asgjë nuk ka bë për të mirën e qytetarëve, as ka bën arsim. Për shembull, për marr shembull, flet për tabela digjitale ku në shkollat e komunës së Obiliqit ende bëhet nxemja me stufa. Ende blehet dru për nxënësit të ngrohen gjatë dimrit. Për Thëngjilli nuk kam informata mirë, po dru derisa ka pas mundësi me atë buxhet. Për t'jashtu edhe pak ndotjen. Po. Pra, për ata ka pas mundësi, ka pas buxhetin, ka pas, po as nuk ka ide, as nuk ka vizion, as nuk ka drejtor. Gjithë drejtorët ta shikon në fushat, të gjithë drejtorët i ka jashtë rrjedhav, e ka drejtorin e urbanizmit dhe planifikimit sociolog. Pra mendoni që s'paku të me qenë inxhinier për me përcjell projektet, për me zhvillu projektet, për me bë punë të mira, infrastrukture, për kanalizime. Është një kanalizim, pra mendoni që 12 vjet është një kanalizim ku paguhet rryma te Kesko dhe kur bjen andej çdo qytetar ku ndërmon erë. Edhe ai nuk kushton shumë, po me që kushton shumë, nuk e ka rregullu. Ato që i kanë kushtu pak ma shumë, për shembull si porçet, pllakat me shtru, ato ka investu ma shumë. Ndërsa i ka lënë kanalizimet